Gjykata kushtetuese një ditë më parë pranoi kërkesën e presidentit Bajram Begaj duke marrë vendim për përcaktimin e të gjitha mandateve të anëtarëve ekzistues. Në lidhje me këtë vendim ka reaguar sot edhe kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, duke sulmuar gjykatën kushtetuese dhe duke thënë se ka shkelmuar ligjin e saj. Dje është regjistruar shkalla më ekstreme e keq shfrytëzimit, keq administrimit, keq përdorimit të kushtetutës, institucioneve kushtetuese të vendit, dhe kjo është bërë me një vendim që do regjistrohet në muret e kohës vendimi më i turpshëm në jurisprudencën e këtij vendi, do regjistrohet akti më skandaloz i monstrës sorosiane, reformës sorosiane të drejtësisë, gjykata kushtetuese vendos shkelmimin e ligjit të saj. Gjithashtu, Berisha ka lëshuar akuzat të forta në drejtim të presidentit të Republikës, si dhe i bëri thirrje urdhit të mjekëve që t'i heqë atij diplomën. Neni 94 thot, Presidenti i Republikës nuk mund të ushtrojë kompetenca të tjera përveç atyre që njihen shprehmisht me kushtetutë dhe që jipen me ligje të nxjerra në pajtim me të. Por për Bajramin, peng i Limionit e aferave të tjera korruptive, është një sklav në duart e Edi Ramës dhe të xhepave të tij. Shkon firmos, merr para në bordero private. Ai i bëj thirrje urdhrit të mjekut t'ia heqë me njëherë diplomën. I bëj thirrje urdhrit të mjekut t'ia heqë diplomën se turprim më të madh, se ky nuk ka. Sali Berisha e akuzoi presidentin Begaj se po firmos dhe merr para në një bordero private, duke shkelur rënd sipas tij, jo vetëm etikën profesionale, por dhe normat ligjore dhe morale.